Selektori i Slovenisë, Mathias Kek, mbrëmë përjetoi shumë rënd humbjen me rezultatin 2-0 nga kombëtarja e Kosovës në ndeshjen e Xhiros së 5 të grupit B të kualifikimeve për kampionatin botror në futboll. Kek e kishte trenin e fundit me Sloveninë, që të ruaj hapin për vendin e dytë, por humbja në Ljubljan nga dardanët ja shuan shpresat përfundimisht. Media slovene Delo, përmes një analize, jep edhe shkaqet që sugjerimet e Kek nuk u dëgjuan në fushë. Mira shqiptarë në stadiumin e Ljubljanës krijuan atmosferë për mbamendje sa edhe slovenët mbeten të habitur. Mathias Kek, pa fuqia e plotë e Slovenisë së Stožices, ai nuk kishte qenë në këmbë dhe në vijën anësore aq sa kishte qenë në pjesën e parë për një kohë të gjatë. Ai inkurajoi lojtarët, dha udhëzime me zë të lartë dhe i dërgoi para, por ose ata nuk mund ta dëgjonin për shkak të tifozëve mysafir që bënin zhurmë ose nuk e kuptonin. Duket se Slovenia kishte fituar me kujdes, me taktik. Le ta mbajmë rezultatin 0-0, do të shënojmë një gol, por mysafirët e hapën mbrëmjen në mënyrë spektakolare dhe taktika e slovenëve ishte e padobishme. Përgjigja në pjesën e dytë ishte plotësisht katastrofike për Kek. Fillimisht një karton i kuq, pastaj një autogol dhe historia mbaroi. Kjo ishte ndeshja më e keqe e Kek, tmerrsisht më e dhimbshme se humbja në Basel dhe e katërta radhazi pa gol të shënuar, shkruan mes të tjerash media slovene.